Horoskopi ditor e Mërkur, 28 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 28 maj 2025. Rreshtimi astral i sotëm e inkurajon Dashin të ndërmarrë hapa të guximshëm si në sferën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Ndikimi i hënës sugjeron që intuita juaj do t'ju udhëheqë në mënyrë efektive në vendimmarrje. Përdoreni këtë vetëdije të shtuar për të dalluar mundësi që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Mund të ketë bashkëpunime të reja në horizont, duke premtuar rritje. Megjithatë, sigurohuni që të mos nxitoni pa informacion të mjaftueshëm. Në një aspekt personal, jini të hapur ndaj reagimeve nga ata që janë afër jush. Përqafoni komunikimin e qartë për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, kjo mund të jetë një ditë ku investimet kërkojnë vëmendjen tuaj. Prandaj vlerësoni plotësisht rreziqet e mundshme. Përfshini aktivitetet të kohës së lirë në mbrëmje, ndoshta një hobi ose takim shoqëror, për të balancuar energjitë e ditës. Në marrëdhënie shprehni ndjenja të sinqerta. Kjo do të forcojë lidhjet. Marsi forcon energjinë tuaj, por mos harroni të rimbushni energjitë për të mbetur efektiv. Besojini instinkteve tuaja duke mbetur pragmatik. Horoskopi ditor i Demit, 28 maj 2025. Demi, pozicionet planetare ju nxisin sot të përqendroheni në vendosjen e bazës në vetvete. Angazhimi me natyrën, madje edhe një shëtitje e shkurtër, mund të ofrojë qartësinë që ju nevojitet. Profesionalisht, kjo ditë mund të paraqesë sfida që kërkojnë durimin dhe zellin tuaj. Shtyni vendimet e mëdha derisa të jeni të sigurt për rezultatet. Për sa i përket financave, rishikoni shpenzimet tuaja dhe prioritizoni kursimet për nevojat e ardhshme. Këmbëngulja juaj e natyrshme do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo problemi në mënyrë efikase. Sa i përket marrëdhënieve, kjo është një kohë e shkëlqyer për të ushqyer lidhjet ekzistuese. Ndoshta planifikoni një mbrëmje të qetë për të rilidhur emocionalisht me të dashurit. Venusi, planeti juaj sundues, ndikon në empatinë dhe mirëkuptimin, duke ndihmuar ndërveprimet paqësore. Një ëndër mbrëm mund të ketë rëndësi. Merrni në konsiderat shënimin e njohurive tuaja. Sa i përket shëndetit, dëgjoni trupin tuaj, duke u angazhuar në aktivitete që nxisin mirëqenien. Përqafoni gëzimet e vogla të jetës që sjellin stabilitet, duke u siguruar që ta mbani stresin larg gjatë kësaj periudhe transformuese. Horoskopi ditor i Binjakëve, 28 maj 2025. Binjakët, konfigurimi kozmik i sotëm hap dyert për sipërmarrje emocionuese. Mërkuri lehtëson ide unike që mund të nxisin jetën tuaj në punë. Jini të gatshëm t'i ndani ato në diskutime, të cilat do të nxjerrin në pah pikat tuaja të forta inovative. Megjithatë, sigurohuni që kërkimi i duhur të mbështesë konceptet tuaja, duke shmangur propozimet impulsive. Në aspektin shoqëror, një përzierje ndërveprimesh mund të çojë në njohje të papritura që ofrojnë perspektiva të reja. Mbani një ekuilibër midis kohës së lirë dhe produktivitetit për të menaxhuar kohën tuaj në mënyrë efikase. Financiarisht, sot është e favorshme për investime të vogla pas kujdesit të duhur. Përqafoni diversitetin në qasjen tuaj ndaj sfidave, duke i parë ato si përvoja mësimore. Dinamika familjare mund të kërkojë aftësitë tuaja diplomatike, veçanërisht në adresimin e çështjeve të ndjeshme. Përdorni aftësitë tuaja të komunikimit për të zbutur çdo periudhë të vështirë. Sa i përket shëndetit, integrimi një praktike të vetëdijshme si meditimi mund të sjellë dobi për qetësim mendore. Binjakët, përshtatshmëria juaj është një aset sot, duke ju shtyrë drejt rritjes personale dhe profesionale. Horoskopi ditor i Gafores, 28 maj 2025. Gafore, energjitë kozmike sot përqendrohen në lidhjen emocionale dhe ekuilibrin e brendshëm. Me hënën që thekson introspeksionin, është koha për të përafruar qëllimet personale me veprime realiste. Mund ta gjeni veten duke menduar për ndryshimet në jetë. Shkruani mendimet tuaja për të fituar qartësi. Profesionalisht, përpjekjet e mëparshme kulmojnë, prandaj jini gati të paraqisni punën tuaj. Pranoni arritjet, por qëndroni modest. Financat mund të kërkojnë një qasje të kujdesshme. Kërkoni këshilla para angazhimeve të mëdha. Rilidhuni me rrjetin tuaj të mbështetjes. Njohuritë e tyre mund të jenë të paqmueshme. Në marrëdhënie, hapja ndaj cenueshmërisë rrit kuptimin dhe unitetin më të thellë. Praktikimi i dëgjimit aktiv forcon lidhjet. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat rutinat freskuese që përqendrohen në mirëqenie mendore dhe fizike. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, si një ndjekje krijuese ose një hobi qetësues.
Përputhja e planeteve ju inkurajon të besoni intuitën tuaj duke përforcuar burimet e brendshme. Gafore, balanconi ambicje me kujdesin për veten për rritje holistike. Horoskopi ditor i Luanit, 28 maj 2025. Luani, sot ju fton të shfaqni aftësitë tuaja udhëheqëse. Favori i diellit ju jep mundësinë të frymëzoni ata përreth jush. Përdoreni këtë karizëm në fushat e punës dhe ndërveprimeve shoqërore për të rritur suksesin. Inovoni rutinën tuaj për të nxitur kreativitetin, duke siguruar që të gjitha projektet të pasqyrojnë talentin tuaj personal. Financiarisht mendoni afatgjat. Investimet e mençura tani mund të sjellin shpërblime në të ardhmen. Në marrëdhënie, energjia juaj e gjallë tërheq lidhje kuptimplote. Jepini përparësi komunikimit të ndershëm dhe kuptoni se perspektiva e të gjithëve kontribuon në harmoni. Në çështjet familjare, udhëhiqni me empati. Aftësia juaj për të kuptuar pikpamje të ndryshme do të nxjisë lidhje më të forta. E qeshura dhe përvojat e përbashkëta mund të rigjallërojnë shpirtrat. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat përfshirjen e ushtrimeve që ju ngacmojnë në rutinën tuaj, duke mbështetur si trupin ashtu edhe shpirtin. Ndërsa afrohet mbrëmja, një dalje shoqërore ose një ngjarje kulturore mund të përmirësojë humorin tuaj. Luani, përdoreni ditën e sotme si një kanavac për të pikturuar vizionet tuaja me besim dhe vendosmëri. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 28 maj 2025. Virgjëresha, sot thekson qartësinë dhe precizitetin në përpjekjet tuaja. Energjitë ftojnë vëmendje ndaj detajeve, të cilat përputhen me tendencat tuaja natyrore. Profesionalisht, vlerësoni detyrat e vazhdueshme për të optimizuar efikasitetin dhe produktivitetin. Kërkoni ide inovative që mund të përmirësojnë proceset. Ndikimet planetare e mbështesin këtë, duke inkurajuar përsosjen e strategjive. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve, duke siguruar stabilitetin në të ardhmen. Natyra juaj praktike ndihmon në marrjen e vendimeve të informuara. Nga ana personale, sot mund të jetë një ditë e shkëlqyer për zgjidhjen e keqkuptimeve, duke nxitur marrëdhënie më të forta. Qasuni diskutimeve me besim të qetë, duke lejuar shkëmbime të hapura mendimesh. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në shëndetin mendor përmes aktiviteteve si mbajtja e një ditari ose meditimi, duke promovuar relaksimin. Filloni një plan të ekuilibruar diete për të ndihmuar vitalitetin fizik. Në marrëdhëniet tuaja, gjestet e menduara përcjellin kujdesin tuaj. Virgjëresha, përqafoni mundësitë e sotme për të shfrytëzuar pikat tuaja të forta, duke i kthyer hapat e zellshëm në arritje të konsiderueshme. Horoskopi ditor i Peshores, 28 maj 2025. Peshorja, ekuilibri është çelësi sot. Pasi yjet ju inkurajojnë të krijoni harmoni midis punës dhe relaksimit. Profesionalisht, bashkëpunimet mund të përfitojnë nga prekja juaj diplomatike. Shfrytëzojeni këtë për të zbutur konfliktet e mundshme, duke çuar në rezultate produktive. Ndjekjet krijuese mund të ofrojnë zgjidhje inovative për çështjet e mbetura. Financiarisht, është e mençur të kërkoni moderim, duke balancuar kursimet me shpenzimet. Në frontin personal, nxitja e paqes brenda mjedisit tuaj rrit mirëqenien. Venusi inkurajon kënaqësinë në marrëdhënie. Një gest surprizë mund të thellojë lidhjet emocionale. Në trajtimin e çështjeve familjare, perspektiva juaj e ekuilibruar ofron një ndikim qetësues mes tensioneve të mundshme. Mbrëmja është perfekte për të ringjallur lidhjet përmes përvojave të përbashkëta. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat aktivitete që ofrojnë relaksim fizik dhe mendor, të tilla si yoga ose arti. Kjo qasje jo vetëm që ju rimbush energjinë, por edhe ju ngre humorin. Peshorja sot ka të bëjë me endjen e një tapeti paqeje dhe progresi, duke siguruar kënaqësi në çdo përpjekje. Horoskopi ditor i Akrepit, 28 maj 2025. Akrepi, energjitë astrale të sotme përqendrohen në transformim dhe forcë të brendshme. Sfidat profesionale lindin, duke paraqitur mundësi për rritje përmes qëndrueshmërisë. Përdorni njohuritë tuaja të mprehta për të lundruar në kompleksitete me saktësi. Objektivat ambicioze ndihen të arritshme. Hartoni strategji të plot për të siguruar përfundimin e tyre. Financiarisht, vlerësoni gjendjen tuaj aktuale duke pasur parasysh investimet e ardhshme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga ndershmëria dhe dialogu i hapur. Cenueshmëria forcon lidhjet dhe nxit lidhje më të thella. Pranimi i frikërave dhe dëshirave mund të çojë në mirëkuptim të ndërsjellë. Angazhohuni në aktivitete që ju mbështesin emocionalisht, duke ruajtur paqen e brendshme.
Nga ana shëndetësore, energjitë e sotme favorizojnë rigjenerimin. Një teknik relaksimi ose koha në natyrë mund të jetë e dobishme. Mbledhjet në mbrëmje mund të ofrojnë perspektiva freskuese. Prandaj qëndroni të hapur ndaj ndërveprimeve të ndryshme. Akrepi, fuqia juaj qëndron në aftësinë për të transformuar sfidat në mundësi, duke e bërë ditën e sotme një pikë të vështirë për zhvillim dhe ripërtëritje. Horoskopi ditor i shigjetarit, 28 maj 2025. Shigjetari, sot premton zgjerim dhe aventurë. Optimizmi juaj shkëlqen fort, duke inkurajuar fillime të reja në skenar profesional. Jini të hapur për të kapur mundësi spontane që përputhen me qëllimet afatgjata. Megjithatë, është i nevojshëm një kërkim i plot përpara se të merrni angazhime. Rrjedhimi me ndikim mund t'ju sjellë perspektiva emocionuese. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet me një ekuilibër të mirë rreziku dhe sigurie. Shoqërisht, shprehni mirënjohje përmes ndërveprimeve të menduara mirë, duke krijuar lidhje të paharrueshme. Në marrëdhëniet personale, sharmi dhe humori rrisin ndërveprimet, duke nxitur lidhje më të thella. Një diskutim i gjallë ose një debat i gjallë mund të stimulojë kënaqësinë intelektuale. Nga ana shëndetësore, fuqizoni veten me aktivitet fizik, duke amplifikuar entuziazmin tuaj natyror. Orët e mbrëmjes favorizojnë relaksimin me rrëfime historish ose diskutime filozofike që hapin fusha të reja mendimi. Shigjetari, sot ka të bëjë me zgjerimin e horizonteve, ndërsa mbështet ëndrat në hapa praktik, duke siguruar që shpirti juaj aventuresk të lulëzojë mes rrymave të ndryshimit dhe eksplorimit. Horoskopi ditor i Briciapit, 28 maj 2025. Briciapi, modelet kozmike të sotme theksojnë këmbënguljen dhe pragmatizmin. Mund të lindin mundësi për avancim, duke kërkuar planifikim strategjik dhe veprim të përkushtuar. Mjediset profesionale përfitojnë nga leadershipi juaj dhe qartësia e vizionit. Financiarisht, kushtojini vëmendje planifikimit të ardhshëm. Rivlerësoni strategjitë afatgjata për siguri dhe rritje. Lidhjet me individ me ndikim mund të ndikojnë në ndryshime pozitive. Ruani profesionalizmin dhe sofistikimin në diskutime. Marrëdhëniet personale lulëzojnë nga përgjegjësia dhe angazhimi. Futja e argëtimit në këto dinamika mund të rifreskojë lidhjet, duke përmirësuar mirëqenien emocionale. Kërkimi i vetmisë për të medituar mbi qëllimet personale mund të zbulojë zbulime të thella, duke ndihmuar në vendimarrje. Nga ana shëndetësore, vendosni ekuilibrin përmes një rutine që ushen si trupin ashtu edhe mendjen, siç është ushqyerja e ekuilibruar dhe reflektimi i menduar mirë. Briciapët do të zbulojnë se përpjekjet e investuara sot hedhin themelet për suksesin e ardhshëm, duke siguruar stabilitet mes rrymave dinamike të jetës, duke përforcuar njëkohësisht arritjet personale dhe të jashtme. Horoskopi ditor i Ujorit, 28 maj 2025. Ujori, konfigurimet qiellore të sotme nxisin kreativitetin dhe inovacionin, duke ju ftuar të ndani idetë tuaja unike. Profesionalisht, kjo është një kohë për të demonstruar origjinalitet, pasi qasjet e guximshme mund të tërheqin vëmendjen e bashkëpunëtorëve dhe e prorëve. Gjykoni me kujdes se cilat projekte meritojnë investim personal për të siguruar rezultate me ndikim. Financiarisht, tregoni kujdes. Mund të shfaqen shpenzime të papritura, prandaj monitoroni nga afër buxhetet. Aktivitetet e ndërtimit të lidhjeve do të jenë të kënaqshme, duke sjellë gëzim dhe përforcim në rrethe shoqërore. Rilidhuni me miq të ngushtë ose familjen për të shkëmbyer biseda pasuruese. Nëse lind ndonjë mosmarrveshje, qasja juaj logjike ndihmon në zgjidhjen, duke nxitur mirëkuptimin. Nga ana shëndetësore, eksploroni praktika të reja të mirëqenies si një regjim i ndryshëm ushtrimesh ose teknikë të vetëdijes për të rritur vitalitetin emocional dhe fizik. Mbrëmjet ftojnë reflektim dhe relaksim. Ndoshta angazhohuni me art ose muzikë për ngritje shpirtërore. Ujori, zhytuni në potencialin e ditës, duke shfrytëzuar shpirtin tuaj vizionar për të krijuar dhe komunikuar inovacione kuptimplote. Horoskopi ditor i Peshqve, 28 maj 2025. Peshqit, sot inkurajojnë reflektimin dhe një rivlerësim të prioriteteve në udhëheqjen enigmatike të Neptunit. Sferat profesionale kërkojnë ndërgjegje. Sigurohuni që të gjitha detyrat të trajtohen me përgatitje të plot. Intuita do të jetë udhërfyesi juaj. Prandaj besoni sinjaleve delikate kur merrni vendime. Koha e favorshme financiare sugjeron kujdes me shpenzimet, duke ruajtur burimet për përpjekjet e ardhshme. Formoni një buxhet që mbjell siguri dhe inkurajon pragmatizmin. Në marrëdhëniet personale, vlerësoni gjestet e vogla që ushqejnë lidhjet emocionale.
Biseda dhe dhëmshëria janë mjete të fuqishme në ndërtimin e harmonisë. Nga ana shëndetësore, kënaquni me aktivitete që balancojnë aspektet mendore dhe fizike, të tilla si praktikat meditative ose ushtrimet e buta. Angazhohuni në mënyrë krijuese, eksplorimet artistike mund të ofrojnë paqe dhe kënaqësi. Mbrëmja fton relaksim në hapësirat personale, ku vetanaliza mund të zbulojë të vërteta të thella. Peshqit, sot ofron mundësi për lidhje dhe transformim të thellë, duke udhëhequr udhëtimin tuaj përmes rrymave të nuancuara të mirëkuptimit dhe rritjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.